25 prill e vitit 1993, kur në atë kohë ati i shenjtë, Papa Gjon Paul II, bëri vizitën në Shqipëri. Itinerari i tij përfshiu katedralen e Shkodrës dhe pastaj bekimin e popullit në Tiranë. Por kthehemi sot 33 vjet mbrapa nga koha që Papa Gjon Paul II ka qenë në Shqipëri. Kam derin të kem të ftuar në podcast Dom Fred Kalaj, famulitari i Kishës Katolike të Shënpalit, qendra më e madhe në diasporë për atë me fe, për kombë dhe fe. Dhe Dom Vlash Palaj, rektori i katedrales së Shën Shtjefrit, apo siç e njohim ne në termin Kisha e Madhe e Shkodrës. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetme. Mirë se Dom Vlash, do t'ju drejtohem ju. Kur ju lindi thirrja të bëheni meshtar? Thirrja parazitash është një mister i lartë prej Zotit, që edhe pse misteret duken shumë komplekse, por përkthehen nëpërmjet njerëzve të devotshëm, të thjesht, në mënyrën më drejt për drejt. Çështja e thirrjes për mua është e lidhur edhe gjatë periudhës së komunizmit, sepse familja qendrëstar në besimin e Krishtit e në vërtetën e tij, edhe frekuentues të rregullt, sidomos të meshtarëve, të cilët në mënyrë të fshehtë ushtronin misionin e tyre gjatë atyre viteve të diktaturës komuniste. Përpara print ishin shumë të lidhur shpirtërisht me një meshtar shumë të shenjtë e devotshëm, Dom Ignac Gjoka, edhe mas vdekjes së tij kanë frekuentuar çdo javë Pader Pjetër Meshkallën, dhe mas vdekjes së Pader Pjetër Meshkallës kanë mbështet me ato mundësi që kishin familjar, dy vëllezërit e dalur nga burgu, Monsinjor që mbrapa do të jetë Monsinjor Zef Simoni dhe Dom Gjergj Simoni. Tash në këtë kontakt me këto meshtarë, të cilët me jetën e tyre dëshmuan të vërtetën, padyshim që ajo dëshmia e jetës së tyre kjellë provokimi më i rëndësishëm edhe për atë qëndrimin tem, se çka do të bëj me jetën edhe çfarë vendimi do të marr në jetë. Ajo gjë me joshi, sepse tek qëndrimi tek këtyre meshtarëve pava të vërtetën e një jetës që i përkushtohet diçka e cila metet dhe gjithmonë do të triumfojnë, prandaj menjëherë mas ramjes së diktaturës në vitin 1991 fillojnë edhe lëvizjet kishtare, o fol për hapjen e seminarit, e jam ndër të parë që jam paraqit për me vazhdu, fillimisht kishëm atë dëshirë me vazhdu studimet për filozofi dhe teologji. Prandaj ajo periudhë e komunizmit nuk nikoj vetëm për keq, por kam përshtypjen në rastin tem, si thosh, ndihmoi për mu forcu edhe me kuptu se e vërteta është gjithmonë andaj nga është Krishti. Po. Dom Fred, si shkodran i vjetër, të shohën shumë biseda që ke mallëngjim sa herë që flasim për Shqipnin edhe Shkodrën. Si e kujton Kishën e Madhe? Në radhë të parë du me të falenderu që na dhe mundësin, sa është një evenament shumë i rëndësishëm ardha e Dom Vlashit, edhe për Kishën e Madhe, do thënë, më kujton ata fjalët e Fanolit Mahonan, mos ke frikë se ke djelë në Amerikë, pra do thënë është një fanerëzën i jashtëzakonshëm i fuqishëm, do një mobilizim të marrë shqiptarëve këto në diasporë. Megjithëse sa është dita e Shën Valentinit, du m'ja urutan atyne që janë të martuar, këtë festë gjithmonë në Zot jetoshin së bashkut në dashni kristiane, edhe në mirë kuptim e në respekt për njëri tjetrin. Por du m'ju lutë edhe Shën Valentinit për këtë popullin tonë këtu në Michigan, edhe këtë në Amerikë, sepse Dom Vlash ka me shku edhe New York, që ta hapim zemrën, ta kuptojmë edhe herë sa rëndësishme është kja kohë që jenë aty ba këtë fundraising për Kishën e Madhe. Unë e maj mend se kam kanë 10 vjetë shkura me ullë Kisha, 1967, dhe aty kam marrë kungimin e parë, atë e maj mend shumë mirë,
në atë kohë ka kanë shumë e zorshme, sidomos për me shku në kishë, sepse kanë marrë shënime, dikush ka spionut, ka ba diqa, nuk as se të kanë arrestu, e të kanë qu në burg, por ke kanë në pikpytje, në është a ki u punin, e me gjana tjerë, kështu që e majmen që nuk kena shku fort në kishë. Po gjysha jeme, shkote për gjithë ditë, edhe vite mërë të rrugë, se a ka për i rusit, e vite mërë të aty në shpi, edhe kam shku shpesher aty të kishë, mbate gjithmonë për shtypje, ata fotografiat, pikturat e bukra, që ka kanë edhe një statuj e Shën Prospero, që i thoshin Shën Prosperit. e Shën Prosperit, edhe ajo me majmen më impresionote, gjithmonë e kisha që dëmërnestën, ajo të veshjet, kur hypta aty në me ba predikimi, nuk majmen një gja për predikimit, ma shumë kam kanë observu se sa pjesëmarrës, por e majmen që nuk kam pas një përgatitje, nuk kanë ba klasa gjana, vetëm shumë pak, edhe kam shku, kam marrë kunimin, e ka një moment që më duk të gja, shumë e rëndësishme, mu vu aty edhe kur mund sinjori thatë korpi i Krishtit, e maj kete gjyshja jame ishte masmet. E majmen kur vite dëmërnesë me kalu, se kalot e ka rrugica jonë, të dugaj të reja, mi pa aty ku kam pasu në shpinë, ka kanë form ujet, ka kanë shpinë dhe kanë kesë në dy janë. Kur vite aty të pjesa pare usë, para që vite rruga male që i bashkot e dy fundet e usë, në kjo se marrëm germen e usë, ullëshim gjë, ja pullëshim e dorin, unazën. Ate në dëmërnes që vazhdo të mecë, unë një që vrap rumullak del shalë e ja pullësha për dytën e. E majmen më shikjot, i këtë këribardhin apo, ashtë dhe jërë parë. Po e një, kërë kanë shumë e majmen atër kur u mëllë, ka pa kanë si shkretin, kur ardzu kompanjeli. Si e kujton momentin e mbylljes? Këtë momentin e mëlljes, të dha që dhe jërë, jam ka një vogël, veç e majmen që ka kanë na diftoj baba, në atë kohë Berti, a i vla i vogël, ka kanë 4 vjeç, edhe shkote një kopsht, fmish, edhe ka kanë të dera kishë male, ka kanë një si rumullak, edhe ka kanë zoja me Krishtin. Edhe baba kishte mësu Bertin që me ba kryq, kur kalën, ade kishte pa thanë Berti, babs, bab, kua zoja? Ade në diftoj baba, ka thanë kua zoja? Berti, atëherë, kanë pa ba një si punishte të zgjash aty, u këthy aty u ba palat sportit, ka me të në mend që kanë 2 prella, kanë të muri, në të krajnë, ose kam ledzu është bombardu gjatë sulmit malazez. Bravo, kanë 2 prella që kanë rënë kish, për nuk kanë shpërthy, edhe kanë një mërkulli aty, tash i kishin hek, më duket, nuk i kam pa ma. Ashtë vrime në pjesën nënsore? Po, veç i majmen që i ka nete, ka kanë diqa që kisha me thanën për kishën e mala, adin ashtë. Kur ba dedikimi i katedrës Shën Pjetit e Shën Palit, e në rovi thonë, madhe eglezja, të urbis urbis Et orbis kaput, adimi për tanë botën. Kja kisha jonë. Kja njaja në bashkën tanë poplin shqiptar ku do që tjena. E sidomos pjesën e veriut. Me historinë e sajtë mërkullush me gjithësha. Me da thanë drejtin e shpirtit më kujtojt gjithmonë më kujtojt aja shpreja që kam pa thanë shkodran. Roba qepsit me gjilpani shkojnë zhelet në përkam. Qep tanë botën e nuk qep vedin. Adin kera nërtu kisha, kera ba gjanat bukra. Ne jam të i folë për diasporën, në përgjithësi, për diasporën të në Michigan. Kanë ba një vej për të mirë, kanë nërtu kisha, kena në dhanë kontributin të anë. Asje s'kena dhanë për kishën e madhe. Aja nana tanëve ne, aja në bashkon gjithë qa. Ashtë me të vërtet, me të thanë drejtën, në kishtë arë zërmi, tha me shtidi, kena të mërën, nuk asa keqe, po a ma shumë e të pikturume se sa është të manë. Dënë t'i qa masive, dënë t'i qa të prekshme, dënë t'i qa të bukur, në verë është kulmi i të zetit, akustika është të mërshme. Si do mos unë e kam fije, flasa dhe fije ma shpejt, a uftën edhe unë hupi gadi komplet kret. A dhe dëmë vlashi ka një pejst, si thonë të Amerikat e ka ma, ta vasht edhe, dhe thane,
një shumë ma mirë, por një që flet shpejt ma keq. Ai tavani i mrekullueshëm që ka kanë që ja ban qysh në ata kohët vjetra, që ja ban privatiu deteriorate të ra, një ka një të pigjeret, të zëtësia, të toftit, janë jashtëzakonisht shumë gjana tjera. Për mendimin tim edhe dekorimi i mren. Adin thash është ma shumë e dekorume me boj, se sa është me pas dru, me pas diça të bukur që unë nuk jam arkitekt, nuk jam për aty në që banë, po që kishte me ka një ide në matë bukra, matë mija. Shkurt mua beti, është koha, në kjo ofsa sot o kur, për me mujtë me diftu diqa për Shkodrën e për ka kishën e male, edhe për këtë katolicizmin në Shqipni. Do vlesh nga koha kur përgatitet për meshtar dhe erdhi koha kur ishit rektor i kishës më të madhe katolike në Ballkan, siç njihet, katedralja, dhe kishës më emblematike në Shqipni. Ajo është embleme e gjithë popullit shqiptar. Ndjesia juaj dhe problemet që ka kisha, sepse ju keni ardhur për një qëllim në katëherë në vizitën tuaj dhe detyrimisht për të mbajt një objekt kërkohen edhe fonde. Por nuk është bë, të kam dëgjuar në një nga predikimet, nuk është bë ndërhyrje në kishë që nga viti 1993, që para ardhjes paps. Pikrisht në përgatitje të asaj feste aq të madhe, siç ishte 25 prilli vitit 1993, me punime të përshpejtuara sepse papa do të vinte, e që nga atëherë nuk ka pas një ndërhyrje serioze në katedrale. Sot faljush që më jep një mundësinë me shprehje dhe atë që ka mendoj në lidhje me katedralen, nuk ne shumë vështirësi për faktin se po kërkoj diçka për kishën, sepse janë dy elemente të cilët me inkurajune dhe që mos të kem zër për me kërku për kishën katedrale. E para se, si shta me drejt Don Fredi, kjo është kisha nanet e gjitha kishave tjera, e fatmirësisht është edhe nanat e gjitha katedraleve që i kena në trojen shqiptare, sepse të gjitha tjerat janë të reja. Është pikë referimit shpirtënor për historike për kretë krishterimin në Shqipni, kisha katedrale. Është kisha martirëve. Nga kjo kish, pjesa më madhe ty në janë shoguru me shtarë, kisha dhe të gjithë i peshvive që kjo kish i ka dhuru dhe gjitha dioqezave, kryesisht gjitha dioqezave tjera. Ajo që kam mban krenare, si që kështë të thanë, nuk më len me hezitu për me kërku, sepse nuk është e letë me kërku, me lypë. Është fakti se si një nane mirë, parazitash kujdeset për bijat e saja, falëmder Zotit, si në Kosovë, por edhe në Maltëzi edhe në Shqipni, kishat janë të sistemume përgjithsisht. Prandaj duket se kjo ka me të fundit. Një nane e cila rregullon vetveti përpara fëmijëve të saj, nuk do të ishte shumë korrekte. E kjo meriton shumë më shumë. Don Zoti që vërtet ato projekte të cilat kanë një kosto relativisht nalt, por janë jetike për me stabilizu si strukturë, sepse ka probleme të teksume tek qatia, ka probleme jashtëzakonisht që nuk i dim sepse duhet me majt një qendrim ekspertet tek tavani siç tha Don Fredi, është vepër e kolidromenus, por krejtësisht në drunë dhe disa pjesa e dekoracionit e cila është metalike, por nuk e di se çfarë gjendje është, por nuk është fort problemi ndryshkjes e kalbjes, por mundet me radhë poshtë. Drejt, po. Prandaj është urgjente me ndërhyj, për ndryshe është shoqëron gjithmonë një frikë e vazhdueshme se çka mund të menodhe nga momenti në moment. Po i lam këto tjera sa i përket kondicionimit, temperaturave, sepse njerëzit, falënder Zotit, kisha është plot, çdo ditë diele kemi 3 meshën e të trija, ka njerëz që rrinë në katedrale dhe në kam, por përgatiten, si me thanë, edhe nga ana veshjeve. Ma shumë se sa dim një shumë problem
gjatë verës, sepse Shkodra ka dhe atë lagështinë e saj, e na ndodh shpesh herë në për liturgji që njerëzit u bin të fikë, sidomos personave të më shumë, edhe është vërtet diçka e cila na lën pa fjalë, krijohet nganjëherë një heshtje e bezdishme kur vjen autobulanca dhe shef dikën të gjerë për krash nga katedrale për me çun spital si garat fikt. Prandaj mrapa si thash falënder Zotit është e frekuentuar, por mes tyre ka edhe shumë persona në moshë që kanë nevojë për një standard temperature në mënyrë që mos të rrezikojmë. Don Zoti që bujaria e të krishterëve ashtu siç është tregu dhe me aq mrekulli në gur themelin e saj, sepse shkodronët nuk kursynë asgjë për me ndërtu një kishë kaq të madhe dhe donin që tu përngjanë të katedraleve të mëdha europiane të jetë e me përmosa të mëdha, sepse është 75 metër e gjatë dhe rreth 50 metër e gjanë, janë më shumë se 3.300-3.500 metra katror kish. Ai shpirti mall në ato kohë shumë të vështira, se flitet për vit për 1858, momenti i gur themelit, kam përshtypjen se karakterizon çdo shqiptar edhe në kohët e sotshme, dhe nuk ka me bujaria për me rikthyer edhe herë dinjitetin e katedrales. Turistat të cilët e frekuentojnë, sidomos gjatë pranverës, mas pashve, ka flukse të mëdha, kemi raste që ka ditë që ndalon më shumë se 8, 10, 15 autobusa, të cilët hyjnë e vizitojnë katedralen. Disa dhe i kemi pyet me si zhgënjym, sepse nuk është se kanë diçka me pa në katedrale, por kur marrin vesh historinë e përsekutimit të vujtjes, por këtë përsekutim e ka vujtë edhe vetë katedrale, sepse është në rrugën Pallat Sportit, atëherë një farë mënyret janë të gëzuar që e kanë vizituar, sepse ndigjojnë atë historinë e dhimbjes, sidomos të pjesës katolike të vendit tonë, vujtje, persekucion, sepse me çdo kusht kërkoj ti qëndronte si thash edhe në fillim, ti qëndronte të vërtetë se Krishtit. E kjo na bën shumë krenar, por nuk duhet me jetu vetëm në krenari, por duhet ka herë me shpreh edhe në realitetat me fakte e mirujt këto momente kaq identitare, jo vetëm për Shkodrën, por për krejt e krishterimin ndërshqiptar, por edhe për vendin tonë. Mrapa edhe nga historia e krishtenimit e dim se sa e rëndësishme është për një qytet një katedrale, sepse qytetet e mëdha janë ndërtuar rreth katedraleve, sikur ti mungon të Shkodrës kjo katedrale, kam përshtypjen se një copë nga zemra e Shkodrës do të ishte mungut. Është copa më e madhe. E jep shumë identitet. Kështu që kam shumë besim edhe tek mirësia, bujaria, njerëzve të cilët kishen e madhe kanë me stolisë dhe kanë me bë ashtu të bukur, siç duhet jetë, se kisha konsiderohet teologjikisht i fol nusja e Krishtit, kanë me bë të bukur, tamam të dej për atë shikimin hyjnor të Zotit. Tom Fred, ti je sikur kisha non këtu në diasporë dhe metet gjithmonë të bjen një barë për të ndihmuar edhe shumë kisha në vendlinje. Cili do të ishte, them, apeli jot drejtuar besimtarve të krishterë, por jo vetëm besimtarve të krishterë, por shqiptarve zemër mirë që gjithë e shohin si një emblem të kombit shqiptar katedralin e Shkodrës. Se të flasish 1850-ën, të kesh atë art klasik, atë kulturë, atë bukurie arkitekturore, flet shumë e ma shumë që shqiptarët nuk jena do kushdo, por kena krenari kombëtare. Perfekt, një ashtu është që me të thanë drejtën kur më ka marrë në telefon do më vlashe dhe më ka diftu për planin, e tani më ka folën edhe në detaj, faza parë, faza dytë, faza tretë, aty mënu për mi ba mas me kriu stres, edhe në të njëzit, po me ba herat ma të rëndësishme, ma të nevojshmen. Aden më shku ka dalë të aja që e dytë, atër tretë është edhe ana kozmetika, që edhe aja shumë rëndësishme, si të që dhe jerë me darë dikush, kur shkon në Austrinë, këta dhe shtu, jam të u matë me Austrinë, edhe kisha e katunit janë të la me narë, janë gjatë që matë bukur, përshën nuk e ka katedralja jona, nuk e ka e që aty. A prej jashtë është
impresive, po përba me vure që shive dhe këto me ngjyra është ma shumë e zbukurume se sa me diçan reale, adin të fort. Shfe qa është, unë, kur i kam thënë Dëmvlashit mund është mardh, kam thënë me gjithë zemë, vetëm jam pështet e bujaria e popullit tonë. Bambe për ka një vend që nuk janë fort bujar, kisha me ngurru. Me gjysë zanit kisha me thënë hajde. Po ne na faleminderit Zotit, edhe e kena tamam në zemër atë konceptin, alin me një mu nanën e babën i jemë, por na bajmë gjithë, qa për nanën e për babën, e ndyrë për familjen. Edhe një ashtu është kisha nanë, është kisha nanë që nuk njajna në mlellë tanëve. Unë jam shumë i binën që gjdo njëri, i tu, në Amerikë, ba me dashtë, nuk mundit mu ba një investim, maj përsosën, maj mërkullushëm së të katedralja. Kura bare renovimi i katedrales këtu në Detroit, ka kanë $15 milion renovimi që ka kanë. Një atëherë kam pa dalë prift. Edhe kur kam dalë prift, kam dalë me borç, $18,000 borç kam pas. Për i shkollës. Për i shkollë, se për i këta gjanove këtu tana. Edhe faleminderit Zotit një mune kushit dhe këta e paguva, $2,000 kam lanë unë personalisht. I kam lanë vetëm për këtë është kisha jemi, një aty jam ba priftën. Një aty është i du në mlellin tanë. Atë janë ata kanë vu një plak, është një plak aty e dedikume, në memory of marke prana kalaj, aty që janë kanë për me dha një satisfakcion taj që ne, por për mu në atë kohë e majme se kam pyet hiqve qa kam pas, e kam lanë me gjithë zemër. Pra ne që tash dhe jam një komplet e kam shtet, atë besimin dhe më të dërdhanja, të bamirësia që ka populli shqiptar në nërë veçantë malësor, atë nuk gjej popull në botë, që jam ma generoz, që jam ma dërdhan se sa është malësorje. Zemra e diasporës këtu në Michigan janë malësorë, në 2 kratë, kur thëmë malësia madhe në 2 kratë, nuk jam të i data. Unë menoj, se kanë me vu kanë me ba një investim shpirtnori në rrallë parë, ma të bukur edhe kanë me ba dhe një investim tjetër që ka me kënë fizik, i dukshëm, i pashëm, në të parat katedrale aqë bukur. Unë menoj e besoj që gjithë familje mundet mi dhanë $1,000. Adin një ata që janë me të vërtet interesuar për mi dhanë edhe ja kishim kryat atë neri herë për gjithmonë, pa në banë e një stres të malë. Unë për vedi, $2,000 kam du me dhanë. Për e pa din atë janë si kish, kena me dhanë, dhe me dhanë 20,000, adin e tanë, si kish, kena folë me kshilin e kisa nej, por që jam të thanë të po thë me zatë ullë, por jam të i menu që tanë kanë me vojdi, janë të i rritë fmit, janë të i shku në shkolla, me mu martu, hapin shpijat e tyne, gjithmonë fmit dojnë njim, dhe në fund jam i 100%, por e keni vu atë investim, jo vetë për kishën e madhe, e keni vu për familjen, e keni vu për jetën tu, e keni vu për gjithë qa, e vetë mja gjatë që në kishë, kur gjanë nuk shkëndam. Kjo është taj menimi jem. Dëmvlash, a flitet për faza dhe shifrat të ndryshme, që t'informohen edhe ata që në njekin? Po, praktikisht na do të nisëna me 6 projekte të cilat janë, mendojmë se janë ma domosdoshmet edhe do t'i bashkëzban të parat, sepse mrapa është e pamujtur me banërimi e tjera. Si që tha që projekti parë përfshin krejt rregullimin e pjesës së jashtme të qatis, në mënyrë që mos ketë infiltrime ujit në tavan edhe në pjesë tjera të katedrales, ku fatkesisht kena pas këto probleme. Investimi dytë është i ribamjes krejt impiantit elektrik, sepse është alaj vitit 1992, por që ka edhe një kosto ekonomike, sepse janë të gjitha, është rrjeti vjetër, edhe nuk është teknologji LED, kështu që edhe fatura e energjisë elektrike çdo muaj është e lartë, po. Paguajmë shumë për energjinë elektrike. Impianti audio, si tha dhe Dom Fredi, një kish është për që është katedrale, është vendi nga ku i peshvi i flet
jo vetëm popullit të Shkodrës, por i flet krejt kishës. Nëse edhe është vendi i privilegjuar i komunikimit mesazhet, nëse ti flet edhe ai tjetri nuk merr vesh se çfarë flet, çfarë funksionit ka atëherë ai vend. Edhe jam i këtij mendimi që është më mirë me lanë pa dyre, pa dritare, por të ketë një sistem audio, një sistem fonie perfekt, sepse duhet kjo misioni kish me përçu lajmin e gëzueshëm. Edhe ka atë kostun e vetë, sepse si thash për mosat e katedrales janë të tilla. Është sistemi i ngrohjes dhe i ftohjes që unë e mendova më keq, po fatmirësisht është dikon të $80,000, mund të në të $5,000. Nuk arrim me siguru, domethënë një temperaturë krejtësisht perfekte, por paktën me bë diferencën e disa gradëve në mënyrë që mos të jetë të ftofti ose gjatë verës mos të jetë ajo vapa si dush nxehti i cili të bllokon. Dyrt, temperatura në katedrale sot është barabartë si në borë si mbrand, sepse mungon quhet pjesa e portikëve, ato dopjo dyrt, të cilat izolojnë, si më thënë, temperaturën, edhe për shkak të kësaj mungese atëherë kuptohet se është e njëjta temperaturë, por ata kanë kostën e vetë, sepse janë si tush për masa të mëdha, sepse dyrt e katedrales arrin deri tek 8-9 metra lartësi, edhe mrapa e kubatura e këtyne portikëve është aq e madhe sa që përban një kosto të madhe. Ka probleme serioze edhe kompanjeli, sidomos në pjesën e sipërme, ku ka shkputje të disa pllakave në veshë atje dhe degradim edhe të disa tullave edhe atje në atë lartësi duhet më ndërhyjë, sepse është në atë fazën gati përfundimtare të shkatrimit. Pas kësaj mrapa do të ndërhyjmë edhe për elementin dekorativ, siç janë vetrazhet, por edhe me siguru një farë Vetrazhet janë stained glass. Me siguru edhe një farë izolimit të temperatura, sepse gjatë verës të kenë se është xham tek, si thush, është vetëm e krijohet efekti serë në katedrale, edhe dritarët nuk është se janë të hapshme, të mbyllshme. Prandaj metet temperatura mbrana. Aty do të veshen me xhama termik nga jashtë, por edhe vetrazhet të kenë një paraqitje estetike, sepse ato të cilat janë aktualisht janë krejtësisht minimaliste, janë vu përkohësisht, por fatkeqësisht kanë me të 30 dhe sa vite në atë gjendje. Këto janë element kryesor. Masandaj do të më kalu tek elementet dekorativ, ku Shkodra ka shumë artista mbrenda dhe jashtë, edhe ato me zi shpresin me shpreh diçka nga arti tyne, sepse është kisha tyne. Aja ka me kanë një fazë dytë. Si ka kënë përgjigja e popullit që kur e ke shpreh këtë plan program apo projekt të restaurimit? Përgjigja e popullit jo vetëm në Shkodër, por edhe jashtë Shkodrës. Flas për në Shqipëri. Në katedrale përgjigjen e popullit në lidhi edhe me frekuentimin e kremtimeve të shejta. Unë jam shumë i gëzuar sepse kisha është e madhe, zën dikon të 900 persona, e diele ka persona në të 3 mesh që rrinë kam. Ato e mirë presin në atë thjeshtësinë, në ato mundësitë e tyre janë të gatshëm me dhuru, siç e kanë bërë shkodrant gjithmonë, por duhet pranu edhe fakti që fatkeqësisht Shkodra sot ndodhi po flishim edhe me Don Fredi, metet një qytet i varfër. Personat e cilët kanë mundësi më të mëdha menjëherë spostohen edhe nga Shkodra, shkojnë drejt Tiranës ose shkojnë drejt emigracionit. Nuk është se ka mundësit me përballu, si me thane, fatura edhe kostot të tilla, por kena tesh një vit të cilët grumullojmë dhe faleminderit Zotit ajo çka është mbledh pa bën një propagandë tepër të theksuar në lidhje me katedralen, kanë kaluar shifrën e $50,000, si thush nga njerëzit e rreth katedrales së qytetit. Por tek ato shpresojmë shumë, sepse pak nga pak e do t'japin gjithmonë, ata japin çdo ditë diela aty dhe prandaj edhe nuk mund të kërkojmë shumë, sepse vërtet në Shkodër ka dhe shumë vërfni. Don Fred, cili do t'ishte apeli jot?
Se me datën 21, si që jam të informuar edhe ata që na ndjekin, Te kisha te Zojës. kisha Zojës, qendra Nën Tereza, organizohet një darkë solemne mbledhje fondesh për restaurimin e katedrales, cili do të ishte apeli jot i zemrës për njerëzit që na ndjekin dhe për shqiptarët në përgjithësi, sepse ke shumë shkodran që thot të arra e mallet, e kisha e mallet, nuk ka rëndësi, domethënë flas besimi përveç malsorëve dhe të besimit katolik, ke edhe njerëz zemër mirë që janë të hapun. Po atjetër me 1.100.000% kanë me arë edhe ta të shkodranë që janë këto. Faleminderit Zotit janë gjenjë të mirë, nuk janë, dhe thanë janë klasë mesme, edhe mund më thënë kanë me dhanë kontributin. Ne, se po konsiderit ashtë edhe vetin shkodranë, me genë sa dhe baba, në kanë lejtë shkodë, pra, edhin po malsorë, prëp jam me origjine, me gjak, po si shkodranë në duhet me dhanë se s'ban. Në duhet me dhanë i herën se nuk ban edhe i herë, me shikju këtë si investim shpirtënor. Shpirtënor për familje, kjo e investim shpirtënor. Atë janë është me kuptu nanin tjetër. Unë jam të dhanë këtë për Zotin. Jam të dhanë për Zotin në përmjet katedralis. Kjo se nuk e kena i këtë motivim, atë e kanë me kanë $100, $200, është nuk mundet mu kry aja punë ata për masa që ka. Unë kam tash 10 vjetë që jam të kisha Shin Palit, shpesherë thoj njerëzit, e kam një të i tha njerëzit që agudit kisha, dhe në cila kisha agudit. Du të mu majtë objekti. Kisha Shin Palit hargjën $800.000 në vjetë, me rroga, me të gjallë, me meritime, me disqa. Dhe më thanë, kisha, kur agudit kisha jonë ka ba 10 milion. Për 10 vjetë janë 8 milion. Për 12 vjetë janë 10 milion. Për çdo 12 vjetë na ndërtojmë kishën prej fillimit deri në fund. Tash kur t'i baj edhe 2 vjetë keni me thane ka godit kishën Dom Antoni e Dom Fredi, edhe gjysën Dom Frani. Kam në 12 vjetë, i kena full tanë, t'i shifë si abanë aty, sa gjanat e voj, imaginoj aja, kja alan mrapa, e ka të zanë, e keqja të keqin e a ba shumë e madhe. A ba shumë e madhe, ka kriju i boshlek të hatashem. A se s'kan pas fonde për me mund me... Drejt amortizim në kohë. Ka rarë amortizim kretë. Kur bjen gjithça që i dhëm për breg, bjen gjithça poshtë. Ta që dhe janë investimi më i mrekullueshëm që mundet me ba shpirtënor është me lanë për i këtë katedrale, ose të kur si ka kënë, si ashtë kënë dikur. Edhe janë, unë kisha me kënë, unë për vedi ka me kënë krenarë, më mërmenësh gjithë të cili për një shkrenarë, që e kam i pjesë aty, taja katedrale, ka me pas i lidhjet veçantë, ka me pas i shikim të veçantë, ka me pas diqa edhe personale, edhe shpirtënore kur të në. Me ta që i di unë, $1.000 nuk ashtë. Ashtë shumë e drejtë se në hyrjet katedralës Nën Tereza në Prishtinë, në 2 anët, në 2 krahët e pjesës të parë aty, se ka një kupol përpara, po, janë emrat e shkruar të këtyre njerëzve donatorëve që kanë dhënë për Prepse këta emrat e donatorëve janë për ne njerëzit. drejt. Ne ja dina për nerë, po në fundit ne na njerëz nuk kena, pa që ta për Zotin a kretë ndryshe. Shpërblimi që do marrësh nga Zoti është më i madh se sa. Kjo ofse të kujtohet kur i qen apostujt Krishti, vine i raportojnë, i thotë, men kena të zjarë djaj, kena shiru smunje, kena ba këtë, i napin tanë entuziazm. Krishti rrind i qetë, edhe thotë, mos u gëzoni atë shumë, i thotë që në me emnin tem keni zjarë djaj, keni shiru smunje, keni ba mërkullina, po gëzoni që emni ju ja i shkrumin qilë. Aja është e rëndësishme, për mendimin të mja të eve, mas ta din dora majtë se qala dora djathë. Pra në atë kuptimin, për emnët janë bukur, është stimul, është një diqa mërkullushme, a mirë mi a ditë për nërë, por mu du me ma ditë Zoti për nërë atë janë, edhe do më vlashi falim nërë, sa din, po do me ma ditë Zoti, po ma ditë i Zoti jam 1.000 ma mirë se kush do në botë. I këtë feje kena të fort, jo edhem na malësorët, edhe në po e ka në Shkodran, e ka tanë populli katolik në Shkodër. Jam shumë optimist që ka mu ba diqa. Si me dhanë mimi ullësy dhe bëmë edhe me kryja ja punë edhe
i herë për gjithmonë, edhe me thanë, bile, unë kisha me shku fije malër, mi thanë, tana që të bani shpenzimin janë atë tonët edhe vazhdoni. Që mas të mahim, zdo me më përzi as Tiranas, Durrësi as kërkush tjetër, mi thanë, diaspora e Detroitit e ka kryi një atë punë. Jo me mhi edhe em në të tjerë. Shumë e drejtë. Ky edhe me të fond. E një atë punësi e kena e i lutem Zotit, e di se Zotit banë mërkullina që kam i dha një që dritë sa me kuptu sa rëndësishme është, edhe sa nevojshme është në të dy kratë, për të mirën e kishës e për të mirën tonë, personale edhe familjare. Atëherë Zoti ju rujt e ju bekoft. Na kena bën disa programe, do thënë kena me lajmëru sot në kishë këtë weekend, tana weekendi tjetër si e përmend edhe ju, kam të kanë të kisha e Zojës me Zetinin Mramje, tana ta që vinë, kanë me dhanë kontribute, jam 1.100.000% që kanë me dhanë. Po unë kam, ne e na krypa a botës, jo një krypa a botës, më prish krypa është një popli i përgjithshëm. Izme thanë, kjo fësa një lisim edhe e presim, kanë mu knaq dele të i hangër gjithë një 2 javë, po a i bari për ditë që ma jashtë që i ma në dele gjallë, njaj që prejtë sot e delë përbe dhe njaj, i ky thjeshti, i ky ashtë me e ba. Me ta manë kanë me na një mu, jam 2.100.000% i binën që këta që janë i fje ma të pasën, e që kanë biznise ma të mija, ma stabil në ekonomi, kanë me një mu në mënyrë të nishme, besoj kanë me lanë edhe dhe 15 në sa mundin mi pas ata në mundësit e tyne, por nga më qef alla i popli, a i përdiqmi, a i që delin punë, a i që jetën me qek, a i që jenë aty. Mi dhanë pjesë në këtë hirë, me plot kuptimin e fjallës ashtë hirë. Du me ta diftu historinë kjo se nuk ashtë shumë të shkurt pa signifikant. Vlajem Paulini, kur ishtë aty punote me shok të vetin, ka kanë pak i smurë shoqa shumë, shkurt muhabeti ishin fukara. E marrë herë në telefon jam kanë në Amerikë, edhe pyta ishin para këshnelave, e pyta si thotaj, po ja vehem një në kote, Simoni, si ashtë Simoni, më thot, ashtë edhin, ka marrë apartament, ka nejtë pa pagu disa kohë, dërë mja marrë apartamentin, ashtë i fije në halë, unë s'po kam punë shumë, i di veç qa me ba, ishto veç lutu për te. Në atë kohë, kur e mëlla telefonin më thot ky shoku Amerikani Danny Taylor, edhe ishin ja 4-5 vet aty shok. Më thot pashta thot të ndryshoj qerja, po. Po, që nuk i diftoi, tha që është vëllajem, fola me te ishto. Tha, njeni tha fjedhi edhe $500, tha Danny, po i na pitash tha. U bani mirë boll, u skjoft për men. Edhe unë i mora të pak të nardit e të vllaznit edhe. Ja çoj Paulinit, i thon Pavlini çoja aty. Nesër këtë ishte pak para këshnelave. Mas i maru në këshnelat e viti i ri për fola ma të mëdha. I thash pash nena, aja qove Simonit dhe ata. Po, i tha që mirë falim nërës perfekt. A thu i ka gudit ata pun. Tha që qam ka no, tha Dëmfred. I tha që kur ja dha që ta parët, e ishin tha mirë badin, fidoj tha me kja. Mi bu fidoj tha me kja fort, se nuk ka puna tha me të rallët, adin si me denes. Edhe i thaq, bërë marat marë borë, adin faleminderit Zotit në Amerikë janë gjenjit mirë e tana. Më tha, palë, tha, ja ditë Zoti, atë shokve të Dëmfredit, e nuk janë ty pështu, tha, këta lët atë shumë për pare që më prune, e tanë këtë pare që se kisha imagjinu kur. Po që atë më pështu lët se mram, jam ullin gjoj të Zoja Bekume që kam i fotografi, kam thanë Zoj Marova, dola në rrugë, më myllë shpia, e erdhe ti nene e se më prune tanë të pare. Që ma përgjitë Zoti me një atë kohë, adin tha, nja jam ashtu mba që s'po më nalën lëtë. E kam fjallin me një mua një diqa e mërkullushme, unë nuk kam nevoj me ba predikim të malsor të gjyfdarë, sa da kanë tanë në zemër në gëzona, kur kena mundësi për me dhanë, në gëzona. Adin na shqiptarë dhe kena bezdi kur dikush ma hek këtë mundësi. Po kja një mundësi e mërkullushme, thashë edhe i herën ashtë, jo vetëm kishtare, si institucione, si kështu, pa personali shpirtnore, familjare. Fash familjare. Unë kisha mi thënë, kanë me kënë takimet, kanë me kënë darka, kanë mu ba 2 herë, kena me ba kolekta, ditën
e dile, do të thonë mërdhane ka me dhanë, gjithë kush ka me pas mundësi, veç kisha me dhanë me marrë me plët kuptimin fjalë shpirtnisht, edhe seriozisht. Mas me lanë me e ditë dorën e majtë që ka dhanë e djallëta, sa është direkt prej Zotit, e ma mira mi u shpërbly Zotit se mi u thanë Don Fredi faliminers, që ka mi u thanë edhe para dhanje 100 herë faliminers, po shka me të një mu fort e faliminers sa jeme, pavarësisht se edhe e një mon, edhe nësa një diqa, pa jam ju a ditë Zoti, mas ta hupimi këtë rast. Unë për vedi, kisha thanë të e ditë generozitetin e malësorve, të e ditë edhe mundësi që kena, s'kisha pas qef me fut dur kur kush tjetër aty në katedralit të Shkodrës, s'kisht male. As një rëgun të lënë nësë ata malësorë, janë i donë ata, po s'kisha dasht me hi këta tjerë, ata janë Gjermani, edhe ka që Italia, edhe ka që Vatikani. Shqiptarët e Amerikës e kanë rrimë në vuë dhe ka që janë argjuë dhe një fshat mirën, për para Zotit e për para Shqiptarëve. I ka që kisha dasht atër një. Unë për vedi kisha thanë $1,000 për familje, kishte kanë një hap, jo me nash gatru, se s'po nash gatrën, po kishin ba një punë shumë të madhe, tanë zbashkët. 3.000 mirë me shokë shumë, puna mirë, me donation shumë, me njërë shumë. Pa tjetër, do vlesh cili do ishte mesazhi jo drejtuar diasporës shqiptare? A më në mu përgjigjën pak Po, pa tjetër. Shive që a thojnë malësorët, se na e na karenarë, kena të karenarin e mirë, nuk jam të tonë atë karenarin, jam ma nëllë se tjerë, që a thojnë. Ankimi a lutja, e lutja a vdekja. Që dhe me thonë, ku një shqiptar të ankohet, ka arë me të lypë. Mas jam mëlderin. Kjo ofse i vjen një shqiptar i thu si i ke punë, i shto rryshe më bëllë bisa, me i ta bida, her paguje, her mos për, ka arë me të kërku pare. E kur të vinë ti gërsasin derë, se të thojnë, apo mine pika që $, se kam e dije sa i ka nëjë 3 ditë pa hangër, atu i dek. Ankimi a lypa a vdekja. Është më se banë me lypë. Nuk po thëmë, por aty në që ju ka linë zemër, sepse është vullneti i Zotit, në këto gjana funksionon vullneti i Zotit, është para pa, aty në që ju ka linë zemër, ata do japin. Gjithsesi, sikur të thot, do mvlashja, po sikur të mos thot, që dihet që kërkohen fonde për të rinovu katedralin, ata njerëz do t'japin. Më lijo të thamë vetëm 2 gjana, të cilave u besoj shumë, edhe sepse janë të eksperimentume. Njerëzit tonë e kanë zemrën e madhe. Nuk ve absolutisht në dyshim se ato nuk do të kursehen për katedralen, sepse s'ka kuptim. Për faktin se bujaria e malësorve, si shta Don Fredi, bujaria e të krishtenëve tonë, i ka sistemu, i ka rinërtu të gjitha kishat mas komunizmit. Kontributi i komuniteteve tuja, se këto se në New York, gjitha kishat në Malzi, sidomos edhe në Kosovë, por edhe në Shqipni, janë fryt i bujaris tuj. Tash tjera dhe realiste di se katedralja vlen jashtëzakonisht shumë, jo vetëm për diasporën. Kam pas fatin gjatë vitit kalum, ti jemi ftum në 2-3 mesh në Kosovë, edhe aty e dija, por edhe kuptova se sa fort e dojnë Shkodrën, sa fort e dojnë edhe kishën e madhe. E nuk ashtë se më kishin ftu për Don Vlashin, por më kishin ftu se famulitari i Zojë Shkodrës, famulitari i kishë madhe. Prandaj këtë nuk e ve në dyshim. Por unë jam i parimi që të tonë nga një dorë dhe të rikthejmë dignitetin. Mrapa desha me shpreh edhe diçka tjetër që vlen më shumë se sa $, gjithë ajo dëshirë mirë që ka dhe Don Fredi, ato fjala dhe ai mesazh kanë përshtypjen se vlen më shumë se sa ana materiale asaj që ka mundet me ndërtu një kish tek dëshira e tij për me pa kishën e madhe të rregullume, të zbukurume, normalisht që shoh edhe dëshirën e të gjithë atyre të cilët janë në kontakt me Don Fredin, sepse derisa ushqehen me fjalën e tij, nuk ushqehen vetëm me fjalën, por edhe me ça rune ushqehen në zemër.
Prandaj këto gjëra njihen nga një herë edhe kur gjendena përballë situatave të tilla që duhet me dhënë një kontribut. Edhe në ato dorëdhënie, më shumë se sa kontributi vlen ushtrimi i bujarisë. Ai I cili është bujar nuk do të metet kur pa gjë. Në kish, kjo është një vërtet absolute. Sa më shumë të jepesh, aq më shumë do të kesh. Diskutohet. Prandaj gjej rast me edhe parapraktikisht me falendëruar çdo kënd që çka ka bën jetë për me dhuru për kishën katedrale, do të jena mirë njohës gjithmonë Dom Fredin, I cili është mbështetje e jashtëzakonshme për mua, është përvoja e parë që shkoj e kërkoj diçka për katedralen, si përfundim u falenderoj edhe ju që na jepni mundësinë nëpërmjet medias tuaj për me amplifiku këtë dëshirë të mirë, këtë qëllim të mirë për një objekt për një vend të shenjtë që I ka rezistu kohrave, I ka rezistu turqve, u ka rezistu komunizmit, fatmirësisht sot triumfon në tonën e vetë shpirtnore, por duhet triumfojnë edhe në gjithë ato sektore. Ndoshta ka kenë edhe plani I Zotit që me çu ty në këtë moment që duhet rinovimi I katedrales, ka kenë I plani I Zotit. Ti në 92-shin ke për studime në seminare. 93-shin ka ardhur papa dhe sot je rektori I kishës, emblem për të në shqiptarët kudo që ndodhen, jo vetëm në Shqipëni edhe në trevat rreth, por në të në botën. Njerëzisht do të kishim preferuar që ky plan të ishte realizuar më me kohë. Por siç duket nuk korrespondon shumë ajo koha njerëzore me kohën hyjnore, për zotin nuk ka shkur vonë. Dorë Zoti që t'jetë plani I tij, por unë jam shërptor I kishës. Edhe për një gjë ju siguroj që don Zoti përfundohet ky plan, por mas i të përfundohet ky plan, zor se ka me kanë katedrale, do të zgjidhë formulli dikon tjetër më të vogël në mënyrë që edhe të marrëm pak frymë. Kështu që nuk është diçka për mua, por është diçka për katedralen. Po mbjen në mend ty fol Dom Vlashi, po mbiten mend kur aja gruaja I hell Krishtit narët, a din atë parfumin? Po. E I thot Juda, I thot qa po ban këtë egzagerim. Jeto egzageru, me këtë gjami shqit kishim më maj 2000 familje. I thot Krishti, aja ka ba për mu, fukarat kanë me kanë gjithmonë. Po për mu, që kemi pas pak ko. Kur ne për kishën është ishtu jetu allan për Krishtin. Ma beso mu, jetu allan direkt për Krishtin. Ta në jetën kanë me kanë fukarat. Për kënë me pas nevoj me gudit makinen, me blej makinë të re, me shtuë me bajde qa. Aja është bazë, aja baza gjithë qas. Aja është rasti moj mërkullushëm me fitu hire. Ma beso, unë e konsideroj si hire. Faleminderit Dom Vlashi ki ardhë, po më nëpë mu mundësin, me në që parë si ka mund me kontribut të kisha e male, që me pas edhe një fije mrenë, jo vetëm shpirtnisht, po me pas edhe materialisht, I ka tu dhe vogël I to, avu për I mejet. A një dëshirë, a një respekt, a një konsiderat shumë e madhe për ju shkarshimet, edhe falenderoj Zotin me gjithë zemër, që e kena mundësin, edhe që dhe ta godisim. Unë ju falenderoj ju që morët kohë nga koha juaj të jeni këto prezent për të shpreh këtë ndjesi edhe këtë projekt që duhet realizohet sa më parë, sepse është në dobi jo vetëm të zemrës dhe të Krishtit, por është në dobi edhe të shqiptarëve vetë. Siç njihet Milano për Duomon, apo Austria, Vjena për Stefan Platz, ashtu njihet edhe Shkodra për Kishën e Madhe apo Katedralin e Shën Shtjefinit. Ju falenderoj nga zemra dhe ftoj edhe ata që na ndjekin të jenë prezent me datën 21 në qendrën Nën Tereza për këtë darkë, për mbledhje fondesh, për restaurimin e kishës më emblem në gjithë shqiptarizmin. Gjithashtu edhe weekendin që vjen, kena me pas ata fundraising, pra kena me ba kolektën e dytë, lmoshën e dytë, që për kishën, kisha mi u lutë përgatitën, se nuk janë tanë s'kanë me mujtë me marë pjesë aty të aja darkë, se për aja 200-300 vetë, se ba me kanë tanë, po kena këta mundësi tjera me kontribu gjatë mes, edhe mrapa, për kena me lanat atë accountin hap, adin që ka me kanë për kishën e madhe. Ju rujtë Zot, ju bekoft, jeni të mërkullushëm, s'kena mu kurit,
Kena mi marrë tana mi sipër, kena mi zerë prej këti pozicioni që ka ndalë mi që në të mela njëtë levë, e njëtë nërë, e njëtë bekim që ka kisha që e mëritën. Faleminderit do Vlash, faleminderit do Fred. Ju uroj gjithat mirat edhe sukses në punën tuaj. Zoti trujt e bekoft. Zoti është përbleft. Faleminderit. Dashur televizikues, shihemi në episodin e radhës. Ky është Speakeasy. Mirupafshim.